Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren Togeri Shaqir Bytyqi njofton se më datën 18 gusht 2026, pas një hetimi të zhvilluar përmes aplikimit të masave të fshehta të hetimit, hetuesit e sektorit rajonal të hetimeve në kuadër të drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, në bashkëpunim me zyrtar policor nga Drejtoria Përgjithshme e Policisë në Prishtinë, kanë zhvilluar një operacion policor. Gjatë realizimit të operacionit janë arrestuar 3 persona të dyshuar për veprën penale fajde nga neni 331 i kodit penal të Republikës së Kosovës. Gjatë tentimit për arrestimin e njërit prej të dyshuarve, i dyshuari nuk është ndaluar me automjet dhe ka vazhduar ikjen. Gjatë ikjes i njëjti ka goditur një këmbësore, femër 17 vjeçare, e cila sipas vlerësimit të mjekëve ka pësuar lëndime dhe është jashtë rrezikut për jetë. Por gjatë ikjes i dyshuari ka goditur edhe një zyrtar policor hetues nga Drejtoria Përgjithshme e Policisë në Prishtinë, i cili ka pësuar lëndime të lehta trupore. Pas veprimeve të ndërmarra nga zyrtarët policor, i njëjti është ndaluar dhe arrestuar. Gjatë arrestimit të dyshuarit kryesor janë gjetur dhe para të dyshuara se janë dhënë për qëllime të simulimit, të cilat janë sekuestruar për procedurë të mëtutjeshme hetimore. Policia e Kosovës në bashkëpunim dhe koordinim me prokurorin e shtetit është duke ndërmarrë veprime të tjera hetimore lidhur me rastin, me qëllim të dokumentimit të plotë të veprës penale dhe rrethanave të tjera ndërlidhëse. Ky operacion është realizuar dhe fal besimit dhe bashkëpunimit të qytetarëve me Policinë e Kosovës. Policia e Kosovës do të vazhdojë edhe në të ardhmen me përkushtim dhe profesionalizëm të ndërmarrë veprime dhe operacione të tilla, me qëllim të parandalimit dhe luftimit të veprave penale dhe sigurimit të rendit dhe ligjit për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë dhe pa dallime. Pas përfundimit të operacionit do të vazhdohet me procedurat e mëtutjeshme penale në përputhje me udhëzimet e prokurorit të shtetit dhe dispozitat ligjore në fuqi, njofton Togeri Bytyqi.